Këto janë akuzat më të lehta që kam e la. Dhunë e rënduar nga 3 rrethana e ndjekur nga paaftësi që i kalon 8 ditë. Dhunë me përdorim ose kërcënimin të një arme pa shkaktuar paaftësi. Dhunë me përdorimin ose kërcënimin e një arme pa shkaktuar paaftësi. Mbajtje pa autorizim arme ose pjesëve të tyre të kategorisë B. Këto janë ato akuzat shruela. Kurse kjo është urdhëresë për ndarjen e përndjekjes vënien në akuzë përpara gjykatës së krimeve të rënda dhe dërgimin përpara gjykatës së kundravajtjeve, që do të thotë këto akuzat këtu me armë që i kam për dhunë me armë, do shkoj ke gjykata kundravajtjeve unë. Kurse ke krimet e rënda, një sekond. Ke krimet e rënda dhe iki për këtë akuzën këtu. Këtu dhe iki unë e la. Ja, ndarja dosjeve, gjykata kundravajtje, dhunë me përdorimin ose kërcënimin e një arme. Se është kjo fleta këtu, do me thënë, se kam vazhdon këtu kjo. Kjo këtu, vazhdon kjo. Ja, kjo është akuza tjetër. Super akuza la, burë. Shifsha spak, unë jam lalio këtu në Francë. Këtu në Francë, mund kur ikin gjykat më shofin shuela, si gogole la. Se këtu bajnë burë për patent njerëzit, për dhunë familje. Kush bëk shu gjana shkëtu. Në ropë shpije, shife ja. Ma kanë dru dhe akuzën tani. Vënje në akuzë për para gjykatës së krimeve të rënda. Tentativ vrasje me dashje. Ja, 9 dhjetor 2022 me paramendim ose prit. Tentuar të shkaktoj dashjen e vdekjen e Zotit Qershia dhe me Mejdanit. Kjo tentative manifestuar në një fillim zbatim. Në këtë, duke gjuajtur të paktën 2 herë në drejtim të tyre me pistoleta automatike. Është pezulluar ose nuk ka pasur efekt vetëm për shkak të rrethanave të pavarura nga vullneti e autorit. Në fakt, viktima, Qershia mbijetoi dhe fakti që viktima ka arritur të shmanget shtënave. Ky ka hangë 2 pluma, një në kam, një në barkela. Ky tipi. Qa ka këto këtu? Hiqe? Si të kam o Angelo. Edhe sa vjetë. Kush po më shanë mu gëndani? Vdis o la vdis në inati. Pse të vdes la lejote dak? Po vdis një u me inati e zemra. Edhe sa do bësh? Jam jurist, thot. Edhe qa do t'i tani që je jurist, do në i leg? Jam 5 akuza la. Po s'ja me pagesë unë e zemra, qa pagesë po thoni ju? Po jo me qa pagesë, la kam bë lafe, kot në 2 veta. Ja plasa ja 2 pluma, një kam, një në bark. Pasa i ka u tërbova, rafa gjithë qytetin, kush më dilte para ja që janë silenciator ftyrës. Dersa u kapa. Po ty të rujtë zoti shala se tjetëri nuk ta falë. O si ja falë unë t'ja shiro prapë tyre, o kari. A i që s'ta falë nuk bot denoncime, dikteti? A i që nuk ta falë, nuk i kën atje ke gjykatat, spionoje, të thot, jo, ky po a i, po dil se po të presin. O të presin, ti marin edhe motrat me vete. More veshe, bosi, se unë kur isha jashtë, i ka ke shpia, ke lagja, posh palatit atyre kam po këte unë. Se kam po ke shpia ime. Ke shpia atyre, më pritën mua ato herën e pari, i ka unë, edhe njani turrësh me vrap, tjetëri la vlajnë aty me pluma në bark,
iku me vrap, tek pullum, kundra 4 vetave. Se më ardhën polica këta. Prit dil thot, vetëm dal. Të dal të më presin ato të më prisni dhe ju motër shirat këtu në TikTok që më keni i natë që së më keni i suportua. Do t'ju shira gjithë. Që kujtoni ose për na fusni frikën e? Se di dhe sa do bëj, mund bëj dhe ja i Vitburg 2 vjet maksimumi. Kam bë 3 vjet unë e latësata, kam që 2022 dhjetor. Vjen dhjetori tani, 2025 i thejnë 3 vjet. Të bëj dhe një 2 vjet, unë kush bjem qaf, du të mi shirë rap mu në goj, o të gjim. Mund derë të shpis, sytë mamit, sytë babit, unë këshu jam e la, unë të vitë hymrena në shpit raf sytë mamit, ta shi familje, më vdek, mos e gëzofsha jetën, këshu kam rranë dhe këtë herë në burgun. Bam, bum, nodhi qa nodhi, aty sytë mamit, posh derës shpis tjetrit, ja shiva motrë mu në pith. I ka mora peng dhe njanin me makinë, la. Për kokë time. Ka marrë dhe njanin peng me makinë unë e shoku. Një sekund. Ku është e pengu me makinë? Shife që gëzhojat e shitura nga Lali. Ja, të kalibrit 7.6 mm. Në avenu, në të kundërt, asnjë impakt i dukshëm mbi automjetin Nissan. Gjatë të shtënave, shpjegoi se i vllai i tij kishte pasur një ngatres një ditë më parë me një François Laloshi, i cili ishte bashkuar me ta rreth orës 11. Nga kuptoti Lali. Problem me Lalin të shihet të rop, të fje plumi ke fshik zaurinës e la, të shurrosh në tasja 2 muj. Hape dhe jeri, i kere se baj meme këto se jena 300 veta këtu në Vajler. Pa kam zjerë unë dosjen 1 miliard herë këtu në TikTok e burë. Në vetëm pse kam zjerë dosjen TikTok, mu ka bo me paramendime la. Unë e kisha vrasje me dashje, vetëm se kam dalë tu në TikTok duke fol, ma kanë zjerë me paramendim. Një druj shtrëmbër ti, duhet të pendosh për atë akt që ke bërë. Jam pendu unë, më vdek familja, la. Për atë zot lartë, mos e gëzofsha jetën, unë jam pendu që ja kam shiropt atyre. Sa ato s'ishin për ti shiropt, ato ishin vari karin, e kupton? Për mi bone i gjo më të letë. Po isha vetëm unë e la. Tek pull kundra 4 vetave. 2 ishin arab, 2 shqiptar. Që do bajon? Je penduar për ja që demonstron të kundërtën. Pa jo më las për demonstroj të kundërtën unë, ku e peti e la? Ku e peti që për demonstroj të kundërtën? Në momentin që unë ju shpjegoj ju i gja, unë futem ke situata. Do më thënë, në këtë lloj situate, unë ndjeja unë para 3 vjetësh. Tani unë jam pendu normale e la. Po kur e shpjegoj në herë që ja shpjegoj juve, futem aty ke emocionet e ngjarjes, edhe do duket ty sikur s'jam pendu unë. Po me thanë drejtën me rob shtëpie, jam menu dhe do t'i lithi asistenca ti të viktimës, do t'i nis muj për muj na 150 euro. Ti kete la, ti pine i paracetamol. Jam pendu me rob shtëpie. Inshallah jam, nimoni ju o TikToku, nimoni e la t'i lidhi mi asistenta ti të viktimës. Ti qojmë ne 100.000 lek në muj e la. Taj buk i shkreti. Për krenari ke këto ti thot i këtire pran vera, se ka i kua jote, ka ardhë vjeshta. Dila live. O Edi, ja qi motrat mungoj ku ti kem, nuk jam pendu fare. Ja qiro viktimës, gjykatësit që do më gjykoj dhe prokurorit. Mire la, fare s'jam pendu. Ja shkërdhej motrat, sa dal do vras në i tjetër, regjistroj e këte. Ma kari mure.
Hajdut roba, thot ky. Unë kur të vjeth roba, të vit shi dhe Europë mund pith, ta vjeth në mamin e la, ta nxjerr gocë pune, në Belgjik. Shu që mos u merr me Lalin. Lese të bajnë skrine, diver zemra me rëshri. Hajdut pulash. Do nej kof shti. Do nej kof shemret. Se janë bot mira. O vlajim, s'kam pas internet mram. Ilirian Gjuni, kush e man menat shokun tim që erdi me gues mram? A i Qeqeni. Ilirian Gjuni, ja t'ja shpërndaj live-in. Burg me tel. Pani një koment pozitiv. Juve që s'po ju përgjigjen, o veç roba ke vjethë në Francë, ti thot. Ore, kam vjethë në atlete dhe robe dhe gjitha, që më ka dal para, shpia kam vjethë. Se që shamu si puna ju, i vari karsa që rrini si lypsa, rrini me i pal atlete 100 vjetë, unë dhe lek mos të keme frate, ja qi motrën i grabis najku në kar, e vetën time e maj me 300 euro kostum Lacoste, srisi ty bëth qirë, era kam, qërapet, 3 dit pa i ndru, jo po sedra. Karët, s'kam lek, unë ja shiro pigi e vesh vetën time më originale pa lek, o karë. Ky jam unë. Se që jam, se përna e odet qifsha familjen, o Lali bjeri i bluze Lalit, qifsha rapt e me për dopsiti, po normal që jam mare, s'më ha kari fare, se me mosh janë, çdo gjo me mosh i kena bo, kush është e që si ka bo këto gjona? O të qifsha familjen, ti që po thu robja ke i orë. Jo vetëm robe, po qatë dush ti kam vjethe, karë. Se kam për turp, se vetës time dhe akryoj kushtet unë, si me t'vjedhme, si me halal. Si ty s'do rri unë, rob shqiri era djers. Qifsha familjen. Ure, pa ta shashin, ku e lashun? Ore, a e drodha i teke barun. Shiku që e ka tekja barit, ere. Tekja barit që ka këtun, po pia cigaren. Tregoj i matur, thot ky. I pa fytyr, thot Edi. Tregoj i matur, je në nevoj për seancat e psikologu. I pa fytyr. O Ed. I ke lases du të bëjmë positive thinking. Forca është në qoftë se qëndron pozitiv në një situatë negative. Forca është që ti je një motor qirë nga natyra. Natural. Bio, motor qirë. Se na shitesh këtu në TikTok, si kur qeke pozitiv në situata negative, vjen këtu, jo ti e pendu, jo ti s'ke bo mirë, jo ti ke bo këte, jo ti s'ke bo këte. Atë negativitetin ti që do ta heqesh nga vetja jote, ma jep mu. Ti qifsha rop të Edi, mu ngoj. Qke qifsha motrën pithi vetëm negativ tire rëpëshirë. Te qifsha familjen ere. Vike ti këtu në bake jo kari jo pidhi. Pidhe rëpsh. Qa do ti? TikToku nuk nën kupton të dalësh këtu e të tregosh cup. O, TikToku nuk nën kupton, më gjo këtu. Ke i orë që rrin live timi, ke lexu komentet që më thojnë të gjithë, i sekund i heqim i qik të kalamajt e vegjel. Ke i orë live tim dhe i lexon gjithë që thojnë jam çuni ma pozitiv, ma i mirë. Tani qa pidhin e robe ke ti që vjen këtu dhe më drejto gishtin mu. Ti aty ke profili jot, e ke shkrujt që njeriu pozitiv është ai që e ruan pozitivitetin dhe situata negative. Ti po vjen ke live-i im edhe po më drejton gishtin. Mos ofendo djalë, mirë nuk të ofendoj. Nuk të ofendoj, po unë kam edhe argumenta, më ngjo argumentat, po nëse do që mos të ofendoj. Ti thu që je njeri pozitiv, ke i orë që vjen live tim edhe me drejton mu gishtin. O, po ti kshu, ti duhet pendosh, ti kur dalësh, ti kur të bosh. Do me thanë, ti që kur ke ardh, ke drejtu gishtin ke unela, ke i orë që po më paragjykon. Qa pozitivi jeti e frate? E kshu e jep për cilë pozitivitetin ti ke unë, duke ardh me më bo mu men, thjesht sugjerime. Po ike se po ti qi sugjerime të rotkari. Budalla.
Ti përna i shet veten si pozitiv në ela, më thuj mu i lafet mire ta. Qa vike ti këtu mu, jo ti kshu, jo pashu, jo tëri, jo vëri. Ke ik për lesh, o Tirone, di mër zemra. Për rriti mës ma thuj mu, unë e di që kam ik për lesh, kar. Po s'është nevoja. Ued, gjithsesi ma boja ladh që të ofendova, po s'janë kështu të shunat pozitivare. Shu janë njerëzit negativ, zjohen mjes, e nxjerrin këtë gishtin, edhe ja drejtojnë vetëm njerëzve. Ti kshu, pejke vlla lej njerëzit të bëjnë qa dojnë. Se jam pendun, se s'jam pendun, se çam pret mu është pun për mu e la. Ti shif ke mundësi, thush i lafet mirë, s'ke, ik mos e thuj fare. Po kluf po ky e nea. O e nea, po ti edhe fanci ime la. Ngarkime, shkarkime, shife i qik. Ky e nea dhe e nea ka nja 2 vjete la që vjem komenton pozitivisht, o Francë, lirim të shpet, nina, nana. Shi sot, shi që thot po kluf po. Po pëse më thu po kluf e frate? Mirë këto që vinë me adresa falso, po juve që ju njof që ju kam follow back, sa pëse komentoni këshu e la? Dë vjen mirë e nea, po të shajun ty tani e la. Ha? Mirë e kela po foljer, jo se familja ime se shmyt në borgje për ushime, se i kanë lek për të hangë, për të pije, për të jetu, po më nisin dhe mu nej lek, po. I këti, shi familjen tate, mret. Ram gjon. Familja ime nuk po vun deri në atë pikë. Unë nga burgu ja parkova i Golf 5 shplaku, 3.500 euro, para ja i muj. Po ju i keni blene i gjo shpis, familjes. Mos shifni hallin tim ju, se unë vetë telefona i argjojna 5-600 euro muj për muj, që i ndroj. Mos qani hallin tim, edhe i jerës ju kam kërku këtu, dal në TikTok t'ju kërkoj. Pak të në tregoni pozitiva, ala. Ike e usër gërë si në lire hatjer. O ardit kafe gjiu. Unë i kam blej Golf 2, thote, pa lallë, shumë bukën. Unë me rob shpi i Golf 5 që ja parkova plakut para i muj. 3.500 leke bleva. Super mjet ishte. Olcan, po a pra. Po s'fole një herë për gjëra serioze më dak, prandaj me një vend i bie fyllit. Pa ere la lim se tani erë dhe ti e la. Ti tani erë dhe la, o admirë, o të rujtë zoti familjen, respekt gjithë ju që më respektoni e la.